Përshëndetje. Përshëndetje, Adriatik. Është kënaqësi që të kemi në emision, gjithë publiku është duke të ndjekur dhe ne po pyesnim lidhur me procedimin që ju kanë bërë, pavarësisht se ju keni bërë një protestë shembullore, e cila nga shikuesit e mi par dje ishte temdite, e kanë përshëndetur dhe e kanë mbështetur protestën tuaj. Faleminderit. Atëherë, lidhur me sjelljen që bën policia kundrejt jush, çfarë komenti keni? Unë për policinë e shtetit kam qenë gjithmonë një person që kam shperë konsiderat të larta për uniformën, për vetë atë që ajo përfaqëson, sakrificën e dëshmorëve që janë më të shumtit në 34 vite. Pra, nëse ka një kategori punojësish që kanë sakrifikuar në këtë Republikë, janë ata, janë mbi 260 dëshmorë. Kjo është një arsye pse unë gjithmonë jam shumë i kujdesshëm në raport me ato uniformë, por fatkeqësisht në pushtetin kleptokratik të hajdutërisë të Edi Ramës, në policinë e shtetit janë infiltruar punonjës policie të cilët janë zgjatime të krimit organizuar në Shqipëri, dhe të cilët nuk duan që në këtë vend të ketë ndryshime, dhe këto zgjatime të krimit janë të dhunshme, sepse janë mësuar me instiktin e krimit ku kanë bërë stazhin, praktikën. Kështu që unë dua t'i diferencoj, është policia e shtetit, uniforma që ne gjithë duhet ta duam, po janë dhe zgjatimet e krimit që janë futur brenda saj. Këto të dytat nuk gjen kohë për të kauzuar penalisht ata që vjedhin këtë vend, ata që lanë pa dritë spitalin e Durrësit ndërkohë që operoi një 14 vjeçar pak ditë më parë dhe u detyruan mjekët ta nxinin dhe ta çonin në Tiranë me bark të hapur, të operuar, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Nuk gjen kohë të kauzojnë penalisht ata që kanë dhënë 400 milionë euro për incineratorët që nuk gjenden gjakumit, por gjen kohë që të kauzojnë penalisht një njeri i cili po proteston duke zbatuar çdo ligj të Republikës praktikisht. Unë as po djeg, as po vras, as po fyej. Dhe kjo është e trisht jo për mua, se mua s'ka që më bëjnë ata, se më kam bë kauzime të tjera dhe gjithmonë i kam fituar ball lart. Edhe kjo për mua është i dekorat, me thënë drejtën, sepse të protestosh në një kohë mjerimi kaq të madh në Shqipëri ku frika është kthyer në sistem, të thuash mendimin e lirë përballë një mënyre e qeverisje që ka vrarë çdo celul të mendimit lirë në këtë vend, besoj që është krenari, kështu që nuk kam asnjë merak për të. Okej, sa do të zgjasë protesta juaj dhe kush është qëllimi kryesor? Qëllimi kryesor është një protestë në mbështetje të drejtësisë përballë Edi Ramës, i cili po vendos në presion gjykatën kushtetuese për të mbrojtur hajdutërinë që ka dëshmuar tashmë njëra ministret dhe thuajt e gjithë qeveria e tij, dhe nga ana tjetër është dorëheqja e tij sepse sa kohë mori në mbrojtje kolektive, pra ai përdori pushtetin e qeverisë për të mbrojtur kryeministrin e vet, duke ka më legitimitetin moral për të përfaqësuar qytetarët e këtij vendi. Kështu që dorëheqja e Edi Ramës është kërkesa ime dhe kërkesa e kësaj proteste. Të pasur rezultat proteste. Që në ditën e vazhdim të masivizohet dhe gjithsesi unë në dorë kam vetëm veten time dhe këtë do ta bëj aq sa të kem fuqi biologjike. Mirë, zoti Llapaj, unë të falenderoj shumë, ne si staf i zjarrit e kemi mbështetur shumë protestën tuaj së bashku edhe me shikuesit të cilët na ndjekin dhe duhet të bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve dhe të kuptojnë që vetëm kështu do t'ja dalim, por duke qenë të gjithë bashkë, sa më shumë në shesh. Faleminderit shumë, e vlerësoj, përshëndet gjithë ndjekësit tuaj dhe uroj më të mirë. Të falenderoj, të përshëndes.